Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor ka shpërndar 7.580 karta të naftës pa akcizë në të gjithë qarkun e Korçës. Ky proces është duke vijuar prej mesit të muajit prill, menjëherë pas përfundimit të aplikimeve për këtë skemë mbështetëse të ofruar nga qeveria shqiptare. Sipas burimeve zyrtare nga Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor në Korçë, në të gjithë qarkun janë kryer 10.965 aplikime për skemën e naftës pa akcizë, ndërsa tashmë është duke vijuar hap pas hapi edhe shpërndarja e kartave të naftës për fermerët. Interesi për këtë skemë është gjithnjëherë i lartë pasi ka rezultuar një ndër skemat më të suksesshme të mbështetjes të aplikuara nga qeveria shqiptare. Skema e mbështetjes me naftë ndihmon drejt për drejt fermerët dhe makineritë e tyre bujqësore, prodhimin vendas, punimin e tokës, kultivimin e bimëve në sera, si dhe frutorët. Qëllimi i kësaj mase është ulja e kostove për fermerët dhe rritja e rendimentit të prodhimit. Sipas Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, interesi fermerëve për të përfituar nga skema kombëtare është i lartë dhe kjo fal mbështetjes financiare për këtë sektor që ka qenë çdo vit në dispozicion të tyre. Skema e mbështetjes për naftë falas vijon për të tretin vit radhazi me një buxhet prej 1.4 miliard lek për të gjithë vendin. Kjo skemë është pjesë e skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Fondi total i skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi që do të shpërndahet gjatë këtij viti është 3.3 miliard lek dhe do të financohen në total 9 masa.